Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme me historinë e radhës. Do të vim me një rrëfim jete shumë të ndjerë dhe tepër të dhimbshëm. Këtë rrëfim ma ka shkruar një grua e nderuar e cila nuk e ka pritur se gjëma e jetës do t'i ndodh në familjen e saj, do t'i ndodh nga njerëz që ajo në fakt i quante njerëzit më të afërt në jetën e saj. Ajo shkruan nëse dikush do të më kishte thënë një ditë se do të vija në pikën ku do të dyshoja tek familja ime, do t'i kisha qeshur në fytyrë, thot. Unë isha ajo gruaja që besonte verbërisht. Besoja te martesa, te familja, apo tek fjala në thonjza, motër. Besoja se disa gjëra janë të shenjta dhe nuk preken asesi. Por jeta më rëzoi me një goditje aq të fortë sa edhe sot e kësaj dite, ndonjëherë zgjohem natën edhe pyes veten, nëse ishte vetëm një ankth apo ishte një mankth i imi, çfarë po ndodh? Burin tim e njoha shumë e re. Nuk ishte i pasur, nuk ishte perfekt, por për mua në fakt ai ishte gjithçka. U martuam me pak gjëra, por në fakt me shumë shpresa. Ndërtuam një jetë me sakrifica, me ditë të vështira, edhe pak gëzime të vogla. Unë gjithmonë i jepja më shumë. Heshtja kur më lëndonte, buzëqeshja kur më mungonte vëmendja e tij, duroja kur ndihej e lodhur për mua. Më dukej shumë normale. Më dukej se dashuria është një farë lloj durimi, ëh? Do thënë duhet të durosh që të dashurosh. Kur nusja e vllaut tim erdhi në familjen tonë, unë u gëzova shumë. Më dukej sikur më në fund kisha fituar një motër të cilën nuk e kisha. E mbroja si të ishte gjaku im. I qëndroja pranë në çdo moment. I hapja zemrën time pa frikë. I tregoja për netët që unë qaja në heshtje, për ftohtësinë e burrit tim dhe për frikën se ai në fakt avash po më largohej. Ajo më dëgjonte me sy të mëshirshëm, më përqafonte, më thoshte fjalë të ëmbla. Nuk e dija se në ndërkohë po më shikonte si një grua që mund të hiqej gjithçka. Ngadalë, shumë ngadalë, burri im filloi që të ndryshonte. Nuk ishte më ai njeri që unë e njihja. U bë i mbyllur, u bë nervoz, i padurueshëm. Më fliste me tone të ftohta. Telefoni u bë sekreti i tij më i madh. E merrte me vete edhe në banjo. Kur e pyesja, më shikonte sikur unë po e akuzoja atë padrejtësisht. Je bërë paranojake, më thonte mua. Dhe unë e besoja. Fillova që të fajsoja veten. Mendova se ndoshta nuk isha më e mjaftueshme. Se ndoshta dashuria ime ishte lodhse për të. Ndërkohë, ajo ishte gjithmonë aty. Më këshillonte që të duroja. Më thoshte se burrat nuk janë si gratë, do të thënë e kanë fjalën për nusën e vllajt. Se nuk duhet të mendoja keq. Ironia më e madhe ishte se ajo po më mësonte si të mbyllja syt, ndërkohë që ajo po jetonte jetën time. E vërteta erdhi si një thikë në zemër. Nuk ishte një skenë dramatike,
ishte diçka e vogël, por mjaftueshëm për të më shkatruar. Një mesazh i haruar, i hapur, një emër që në fakt nuk duhej të ishte aty. Trupi mu drodh. Zemra më rau fort, sikur po më paralajmëronte mos e lexo më tej. Por kurreshtja e femrave, unë e lexova. Dhe aty vdiq diçka brenda meje. Kur i përballa të dy, fillimisht më gënjyen. Më pan në sy, pa pikë mëshire. Ajo qante, ai heshte. Më bën që të ndjesha fajtore që po dyshoja. Por e vërteta nuk mund të fshihet për gjithmonë. Kur më në fund pranuan, ndjeva sikur po më shkulnin zemrën me duar. Ata kishin kohë që më tradhtonin. Takime të fsheta, biseda nate, fjalë dashurie që dikur ishin vetëm për mua, dhe ajo që dinte çdo dobësinë time. E dinte sa shumë e doja burin tim, dhe megjithatë zgjodhi që ta merr. Jo nga dashuria, por nga egoizmi. Nga dëshira për të pasur atë që ishte imja. Do me thonë, kunata e kësaj ka qenë gjithmonë xheloze për këtë. Ka dashur, ka pasur inatin mlefin pse kjo të ketë burin më të mirë se ajo. Kupton, e ka xhelozu. Dhimbja ime thot ishte e padurueshme. Nuk ishte vetëm humbja e burit, thot, ishte shkatërimi i familjes. Vllai im u kthye, prindërit u shkatërruan nga mërzia. Normalisht, imagjinoni nusja t'ja merr gocës shtëpisë burin, ku mos shkatrosh. Unë u mbusha me turp, sikur faji ishte imi. Njerëzit flisnin, shikonin, gjykonin, dhe unë duhej të jetoja me këtë peshën çdo ditë, se normalisht e ne shqiptarët është kjo që po të ndodhi diçka, gjykimi të bëhet publik pastaj. Çdo njeri jep mendimin e tyre. Netët ishin më të vështira, heshtja bërtiste tek unë. Shtrati bosh më kujtonte gjithçka. Pyetjet nuk më linin të qetë, pse unë? Çfarë i dash që nuk ishte mjaftueshëm? Si mundi ajo të më shikonte në sy? Nuk kisha përgjigje, vetëm lot. Sot jam e gjallë, por nuk jam e njëjta. Kam mësuar të marr frymë me dhimbje, kam mësuar të buzëqesh edhe kur zemra më qan. Nuk besoj më si dikur, por ende besoj se një ditë do të shërohem, jo për ta, por për veten time. Kjo histori nuk është për akmarrje, është për të vërtetën, për të gjitha gratë që janë tradhtuar nga njerëzit më të afërt. Po ato që heshtin edhe vuajnë errësirë, nuk jeni vetëm. Dhimbja juaj ka zë, dhe unë jam dëshmia. Në fakt, kjo histori na tregon këtë kohën e fundit. Nuk e di a keni vërejt ka ca njerëz që për shembull xhelozojnë shumë. Ka një lloj urrejtje, pse ti e ke burin më të mirë se unë. Kupton? Edhe ajo do bën çdo gjë ta merr burin. Unë apeloj tek të gjithë gratë që ti mbajnë burrat, cilën mirë me burrat, sepse për Zotin ka ardhur kohë e keqe. Ke frikë edhe ta lëshosh burrin dhe kontrolloni burrat sa më shumë se u amarin. Ja çka ka ndodhur kësaj tjetrës. Jepni mendimin tuaj në koment.